Përshëndetje të nderuar shikues, ju adhurues të basketbollit, jemi në pamje direkt nga palestra si sa i suroj në Prizren me duelin e tretë final në playoffin e Superligës së femrave. Bashkimi PA03 tashmë është bartur në Prizren pas dy dueleve që u zhvilluan në Pejt, ndërsa tashmë të dyja ekipet do të kërkojnë që ta marrin avantazhin. PA03 ka pasur lojë fantastike edhe sot, presim të kemi një paraqitje të tillë. Nikol, sheni lëvizjen e bukur mashtruese, dy lojtare i mashtroj. Bukur aty, lirohet Kiki Jefferson, e gjen debërtimin, nuk qëlloj, teksa është aty, Adrian Goodbold. Ndalet në gjysmë distancë, Cullen realizon, Dona Alitaj, e kërkon Wegener, loja saj 1-1 me Adrian Goodbold, edhe njerë qëllon Wegener, Alexis Mead të Alitaj, gjuan për treshe, realizon Dona Alitaj. Mead, do të ndonë për treshe, realizon Alexis Mead. Ndërsa MVP i dy finaleve, Kiki Jefferson përgjigjet. E gjen debërtimin lehtë e kalon Halitajn. Daci të Halitaj e qëlloj një treshe kësaj radhe nuk shkon, është aty Muhadri. Kiki Jefferson e gjen debërtimin bukur realizon. Nikol edhe njerë shkëputet kësaj radhe qëllon. Topi në duart e Alexis Mead, niset për para, Alexis Mead tek Nikol realizon. Sevja Wegener, edhe një herë shkon vetë deri në fund. E këthen tek Enisa Kameroli, shkon ai top tek Paige Powell. Kap në anën tjetër, Bilali do të tenton për treshe, e tresha e Merisa Bilalit shkon. Jefferson, Powell, dueli saj me Dacin, arrin të qëllon edhe njerë Paige Powell. Wegener të Alexis Mead edhe njerë, të riqet prapa, realizon Alexis Mead. Nikol 5 sekunda, do të vjen tentimi, edhe kjo treshe shkon. Bukur, aj top shkon tek Powell, shkon deri në fund, ja vjedhin ato mbrojtje e mirë. E në anën tjetër, arrin të realizon Ariel Cullen për 38-30, Nikol, edhe një tjetër treshe e saj. Shala nuk qëlloj, ka marrë edhe njerë topin desën i Nikol. Alexis Mead qëllon në kundërsoj. Dërsa i shojnë vashat e PA03 që vënohen gëgja, nuk arrin të shfrytëzojnë 8 sekundat e mbetura. Megjithatë i mungon finalizimin, nisen për para Prizrenaset. Bilali e kthen tek Alexis Mead e cila realizon. Ndalet në gjysmë distancë, Alexis Mead edhe njerë është sakt. Qeregu të tretë, asësit të arrin deri tek pikët, vjen tashmë treshja. Vetë do të shkon deri në fund. Saranda Daci gjuan për treshe, ka qenë dyshe gjithsesi, ka shkelur vijëm, dërsa e ka krijuar edhe përsin më të thellë sonte. Kameroli bukur tek Powell e cila qëllon. 63 me 41. Edhe një top i vjedhur i skuadrës pejane, nise në kundërsul me Kiki Jefferson. Kameroli për 3, gjuan realizon, Enisa Kameroli. Muhadri Bilali për 3, realizon Merisa Bilali. E radhës nga Merisa Bilali, pika e 6 arpnore për Quku në anën tjetër përgjigjet me njëherë me treshe. Të dytën nuk e qëllon, kthehet ai top tek Paige Powell e cila realizon, dalet edhe me faul. Alexis Mead
Krijohet hapësira, Gjuan dhe realizon 21 pikë të saj. Thyej mbrojtjen Prizrena se teksa realizon Muhadri në kundërsolm. 76-55, Kamerollit e Kiki Jefferson, e cila Gjuan për treshe realizon. Enisa Kamerolli edhe njerë niset për para, bëri para prakisht lalom, e tani e dhuron një super asistim Enisa Kamerolli. Edhe njerë niset për para, Kamerolli do të qëllon edhe njerë, Enisa Kamerolli, 11 pikë të saj, 5 asistime. Kamerolli edhe një tjetër, treshe saj. Jefferson e vjedh topin desën i Nikol, niset për para Alexis Mid. Do të tenton vetë, realizon. Dhe sa do që e pa në pejën 0-3 të mundohet maksimalisht të rikthehet Prizrena set. E shojmë Alexis Mid duke dhuruar edhe show. 89-67 ishte e përsia deri plus 26. Teksa Alexis Mid nuk e ka në tërmend të ndalet. Daci më e larta në kërcim. E po besoj që me këtë rezultat do të përfundon në ndeshja. Bashkimi arriti fituron me ebërsi të thellë prej 24 pikëve në këtë finale të tretë. Të nderuar shikues, Alexis Mid, çka të themi, 33 pikë, 7 asistime.